Një ditë që vështirë se do ta harroj ishte fundjava e fundit për Xhoy Nureddinin, sulmuesi i ri i Genoas bëri debutimin e tij në Serie A në minutat e fundit të ndeshjes që skuadra e drejtuar nga Daniele De Rossi barazoi 0-0 në fushën e Parmës. Pas përfundimit të takimit në stadiumin Tardini, futbollisti shqiptar i datëlindjes 2007 shprehu gjithë emocionin dhe gëzimin e tij përmes një postimi në profilin zyrtar në Instagram. Çfarë të them, do të jetë një ditë që nuk do ta harroj lehtë. Erdhi debutimi im në Serie A. E kam pasur këtë ëndër që i vogël dhe sot më në fund u bë realitet. Falenderoj shumë trajnerin dhe gjithë stafin për besimin, si edhe të gjithë ata që kanë besuar tek unë që në fillim, shkroi Nureddini, duke përjetuar një moment të veçantë në hapat e parë të karrierës së tij në elitën e futbollit italian. Nureddini do të ketë tashmë mundësinë që të bindë trajnerin De Rossi për të marrë edhe më shumë minuta dhe pse jo të ndjek hapat si Berisha apo Aslani të Empoli.